nuk mund të klasifikojmë si humbje. Për shkak se investimet të cilat bëhen në tregjet financiare, mjetët do të thotë asetet e trustit bëhen për një afat më gjatë kohor. Dhe ramje ciklike të këtyne mjetëve që mundën me qenë në 3 mujor, ose në 6 mujor, ose 9 mujor, po edhe një vetë, asetet ose aksionet të cilat i ka trustit të investuara në aset menaxher të jashtëm, si aksione ekzistojnë. Dhe nga lëvizjet të cilat lindin pastaj, përsëri se ekonomia e tregut nuk një humbje të përgjithshme, po një cikle të humbjeve dhe ringritje të përsëritshme. Dhe duke u bazuar në këte, ne mund të themi se këto ranje që në vërtet tash kohët e fundit ju thatë se janë afër 100 milion, nuk janë që janë 100 milion, ato janë në rikuperu. Komunikata fundit e prillit ishte me rikuperu para 3-4 dite, dikun kanë qenë prej -9, tash kanë rënë në -3. Do me thonë, është cikli, po -3.9, dhe ajo e këtyne konservative, ose është dikun, nëse nuk, dikun 1.7 konservative që është mas e sigurt. E nëse bisedojmë për shkaqet. Çka ndodh pra? Pse bien? Pse ka ky fart cikli pra tregjet financiare, është çuditshme, tregjet financiare bien edhe për një deklarat. Për shembull, sikurse deklarata e presidentit Trump me vendosjen e tarifave të ndaj Kinës. Dhe në atë moment ato bien se i kundërpërgjigjet. I kundërpërgjigjet edhe këne ju kam kundërpërgjigj me tarifat e tyre. Dhe mrena do të vendosja tarifave reciproke e bën një përshpejtim të rënjes së aseteve mrena në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kur e dim se SBA-ja është njëri prej ekonomive ma gjeneruse dhe ma të fuqishme në botë. Dhe si rrethor investitor tash, aset menaxherët të cilët i posedojnë mjetet, e kanë një ndjeshmëri shumë ndaj riskut. Edhe ajo ndjeshmëri tani tërheqja këtyre mjeteve do të thotë prerja e humbjes. Ti nëse i tu bordit sot, se ne po pse si tërhos mjetet kur e patëm pikun e rënjes. Ose fitimit. Por atëherë, atëherë do të pranonim ne në atë moment, ose pse tërheqni mjetet tash, do të pranonim në atë moment vlerat negative edhe do të aprenim humbjen. Mirë po, nëse i kemi aksionet, janë aksionet aty, atëherë ne e ruajmë dhe kjo ramje ciklike e mjeteve shkon përsëri duke u ngritur. Nuk do të thotë kjo nuk trajtohet si humbje, por ramje e përkohshme që është kooperu tash, është rikoperu mbrana 4-5 ditë ose një javë dite, mas këtyre deklaratave të unë vetëm po ju marr një shembull. Në vitin 2009 ka pas një bankë, tash nuk po më kujtohet, që u falimentojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, ka qenë lajm ndërkombëtar. Po, dhe automatikisht gjithë aset menaxher, gjitha bankat investimet e tyre në ekonomitë të ndryshme i reduktuan dhe ishte ramje trusti, pësoj një ramje dikon 76 milion euro, por atëherë nuk i shitëm mjetet. Ne i ruajtëm asetet tona. Dhe mbrana një viti i rikthyem diku 40%, vitin e dytë 40%, edhe vitin e tretë 20%. Dolëm plus? Jo, dolëm në një gjendje që ishte përshtatshme për